Kërkesat e sindikatës për rritjet e pagës minimale në 600 euro ka përplasur Partia të Bllokut të Maqedonisë. Nga partia opozitare LSDM kanë dërguar një sër akuzash për kryeministrin Christian Mickoski. Zëdhënësi e kësaj partie Bogdan Kakuzeska tha se derisa qytetarët e Mezi ja dalin, kryeministri po bën luks me aeroplan qeveritar mbi kurrizët e qytetarëve. Neka se simne Mickoski, neka ki pogled në rabot. Le të zbres Mickoski, le të shikoj punëtorët që mezi ushqejnë familjet e tyre dhe të përgjigjet. Sa u kushton qytetarëve ky luks i kryeministrit me aeroplan qeveritar? A është kjo arsyeja pse po paralajmërohet blerja e një aeroplani të ri qeveritar, por edhe për më shumë udhëtime private me para publike? Ndërkaq, nga ana tjetër, deputeti VMRO DPMNE Bojan Stojanovski thot se bllokada e sotme nuk do të pengojë qeverinë që të vazhdojë me rritjen e pagave në vend. Ai theksoi se rritja e pagave duhet të bëhet përmes dialogut institucional. Pagat duhet të rritën përmes dialogut institucional në Këshillin Ekonomik Social, ndërmjet punëdhënësve dhe sindikatave me qeverinë ndërmjetësuese dhe se zgjedhja duhet të jetë e qëndrueshme për punëtorët, biznesin, buxhetin dhe ekonominë. Stojanovski kritikoi udhëheqësinë aktuale të LSM-s, duke thënë se ai përpiqet të ndërtojë karrierë politike përmes konfrontimit dhe shtoi se nuk ka arritur asnjë marrëveshje konkrete për rritje pagash përmes negociatave.